Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vijmë juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Protestat kundër kryeministrit Edi Rama vijojnë për të 67-ën ditë radhazi. Qytetarët shprehen të vendosur se kërkesa për dorëheqjen e kreut të qeverisë është e panegociueshme, ndërsa parlemërojnë për shkallëzim të lëvizjes me protesta të tjera kombëtare. Prej 67 ditësh pa ndërprerje, qytetarë nga zona të ndryshme të vendit vijojnë protestat kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Kërkesa kryesore e protestuesve mbetet dorëheqja e kryeministrit, ndërsa ata deklarojnë se nuk do të tërhiqen deri në realizimin e këtij qëllimi. Edhe këtë të mërkur, qytetarët u mblodhën sërish përpara kryeministrisë duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama dhe hetimin e tij nga drejtësia, por edhe të zyrtarëve të tjerë që sipas tyre mbajnë përgjegjësi për problematika sociale dhe ekonomike në vend. Protestuesit ngrenë shqetësime për emigrimin masiv, varfërinë dhe korrupsionin, duke kërkuar ndryshim të situatës politike në vend. Organizatorët kanë parlemëruar se në javët në vijim priten protesta më të mëdha kombëtare me pjesëmarrjen edhe të diasporës shqiptare. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur akuza të forta ndaj qeverisë për disa çështje, nga konflikti për aeroportin e Vlorës te hetimet për biznesmenin Ermal Beqiraj dhe fondet e Akshit. Berisha pretendon se pas këtyre rasteve qëndrojnë interesa korruptive, ndërsa akuzat e tij nuk janë shoqëruar me prova të reja konkrete. Aeroporti i Vlorës ka qenë sërish në qendër të akuzave të opozitës. Nga Selia Blu, Sali Berisha ka reaguar pas parlemërimit të biznesmenit Bexhet Pacolli se çështja e kontratës së aeroportit do të dërgohet në arbitrazh. Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama, ish-ministren Belinda Balluku dhe ministrin Tauland Balla se kanë tentuar sipas tij të ndikojnë në pronësinë e projektit dhe t'i marrin aksionet biznesmenit kosovar. Shqiptarët për pasurimin e Edi Ramës dhe Lubi Ballukut për plaçkitjen nga ana e tyre të paktën 130 milion eurove, biletat munguara, po prishin një kontratë për të cilën garantoi qytetarët e këtij vendi se do gjobiten më spaku 500 milion euro. Po prishin një kontratë dhe po prishin kontratën vetëm se e panë që Bexhet Pacolli nuk ka normen të njoh atyre aksionet që këta pretendojnë. Berisha është ndalur edhe te arrestimi në Francë i biznesmenit Ermal Beqiraj i kërkuar nga SPAK. Ai ka pretenduar se kompanitë e lidhura me të vijojnë të përfitojnë fonde publike pavarësisht hetimeve ndaj tij. Në kërkim që nga dhjetori i vitit kaluar i arrestuar së fundmi në Francë sepse fluturoi me një lartësi që nuk lejohej në një objekt sekret, Ermal Beqiri de facto përfaqësues kryesor i familjes Rama në akshin e lindave, vazhdon të paguhet me miliona euro, pavarësisht se ky kriminal ka përvetësuar qindra milion euro për llogarit familjes Rama. Një tjetër akuzë e opozitës lidhet me agjencitë kombëtare të shoqërisë së informacionit. Berisha ka pretenduar se projektet për inteligjencën artificiale janë përdorur si fasad për abuzime me fonde publike dhe ka përmendur një vlerë prej 75 milion eurosh. 75 milion euro. Me këtë akt janë vjedhur 75 milion qytetarë shqiptar, asnjë produkt, zero produkt. Po kështu është kontrata e Soft Solution, që herë merr njëri, herë merr tjetri kompani. Deri tani nga mazhoranca nuk ka pasur një reagim të drejtë për të gjitha akuzat e ngritura nga kreu i opozitës, ndërsa çështjet e përmendura vijojnë të jenë pjesë e debatit politik. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Seko, njoftoi se në muajin nëntor vendi do të integrohet plotësisht në sistemin evropian të pagesave të shpejta TIPS. Sipas tij, sistemi i ri do të ulë kostot e transaksioneve për qytetarët dhe bizneset, ndërsa Banka e Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në 2.5%. Shqipëria do të hedhë në muajin nëntor hapin e fundit drejt integrimit të plot në sistemin evropian të pagesave përmes përfshirjes në sistemin e pagesave të shpejta TIPS. Lajmi u bë i ditur nga guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Seko, gjatë konferencës për mediat pas mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës.
Seko u shpreh se pas implementimit të sistemit SEPA, Banka e Shqipërisë po bashkëpunon me Bankën e Italisë dhe Bankën Qendrore Evropiane për finalizimin e TIPS, duke theksuar se ky zhvillim do të sjellë kursim të ndjeshëm për qytetarët dhe bizneset. Sipas tij, nëse vetëm gjysma e pagesave kalojnë në sistemin TIPS, qytetarët do të kursejnë rreth 500 milion lekë në vit, ndërsa bizneset afro 1 miliard lekë. Ai shtoi se ky proces do të ndihmojë edhe në formalizimin e ekonomisë dhe modernizimin e sistemit të pagesave në vend. Në të njëjtën konferencë, guvernatori prezantoi vendimet e politikës monetare, duke bërë të ditur se Këshilli Mbikëqyrës ka vendosur të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5%, normën e depozitës një ditore në 1.5% dhe normën e kredisë një ditore në 3.5%. Sipas Bankës së Shqipërisë, ekonomia shqiptare ka vijuar të rritet me ritme pozitive gjatë tremujorit të dytë të vitit, ndërsa inflacioni mesatar arriti në 3%, indikuar kryesisht nga rritja e çmimeve të naftës në tregjet ndërkombëtare dhe kërkesat e qëndrueshme në vend. Institucioni vlerëson se inflacioni mbetet pranë objektivit dhe pritet të ulet gradualisht në periudhën afatmesme, ndërsa ekonomia do të vijojë të mbështetet nga konsumi, investimet, turizmi dhe kreditimi bankar. Banka e Shqipërisë theksoi se do të vazhdojë të monitorojë me kujdes zhvillimet ekonomike dhe rreziqet që lidhen me tensionet gjeopolitike ndërkombëtare, duke mbetur e gatshme të ndërhyjë me instrumentet e politikës monetare nëse do të jetë nevojshme për të garantuar stabilitetin e çmimeve. Vatra të shumta zjarri vijojnë të aktivizohen në disa zona të vendit, duke shkaktuar dëme në sipërfaqe pyjore dhe duke vështirësuar ndërhyrjen e ekipeve për shkak të terrenit të thyer, erës dhe temperaturave të larta. Forcat zjarfikëse, helikopterët dhe mjetet ajrore janë angazhuar për izolimin e flakëve. Zjarret vijojnë të mbajnë në alarm disa zona të vendit, ndërsa ekipet e emergjencave janë të angazhuara në terren për të frenuar përhapjen e flakëve. Në zonën e Qafmollës, në njësinë administrative Zall Bastar të Bashkisë Tiranë, një zjarr i rënë rreth 10 ditë më parë ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në sipërfaqe pyjore. Sipas banorëve të zonës, nga flakët janë djegur rreth 8 hektar pyje, kryesisht melisa dhe dushqe. Terreni i vështirë malor ka bërë të pamundur ndërhyrjen e mjeteve zjarfikse nga toka, ndërsa për shuarjen e zjarrit është angazhuar edhe një helikopter. Në terren vijojnë punën punonjës të njësisë administrative Zall Bastar të mbështetur edhe nga banorët të zonës, ndërsa po merren masa që zjarri të mos afrohet pranë banesave. Një situatë problematike vijon edhe në darkë të Librazhdit, ku një vatër zjarri ka përfshirë zonën pyjore prej 7 ditësh. Dhjetra efektiv të shërbimit zjarfikës të Librazhdit, të mbështetur nga strukturat e emergjencave civile, po punojnë pa ndërprerje për izolimin e vatrave aktive. Era e fortë, temperaturat e larta dhe terreni i thyer malor kanë vështirësuar ndjeshëm ndërhyrjen. Mjetet zjarfikse nuk mund të afrohen në disa zona, duke bërë që ekipet të punojnë në këmbë në disa sektorë për të penguar përhapjen e mëtejshme të flakëve. Një tjetër vatër zjarri është aktivizuar në zonën e fshatit Penkov në bashkinë Selenic. Flakët kanë nisur në një pyll me pisha dhe të favorizuara nga era janë përhapur me shpejtësi duke prekur edhe një zonë pranë një varreze automjetesh. Forcat zjarfikse kanë bërritur në vendngjarje dhe po punojnë për izolimin e zjarrit. Deri tani nuk raportohen persona të lënduar, ndërsa po vijojnë vlerësimi i dëmeve dhe hetimi për shkakun e rënies së zjarrit. Në Mallakastër vijojnë ndërhyrjet nga ajri për shuarjen e zjarreve. Avioni Air Tracker AT-833 është rikthyer në operacion, ndërsa në mbështetje të tij janë angazhuar edhe 4 helikopterë të forcës ajrore shqiptare dhe droni Bayraktar për monitorimin dhe identifikimin e vatrave aktive. Avioni është pjesë e kontratës për blerjen e 3 mjeteve të këtij tipi, të cilat pritet i bashkohen forcës ajrore shqiptare në fund të vitit. Situata e zjarreve ka bërë që stërvitja e planifikuar për pilotët të zhvillohet tashmë në kushte reale operacionale. Në zonën e Mallakastrës, terreni i thepisur, shkëmbor dhe me bimësi të dendur e ka bërë të pamundur ndërhyrjen nga toka në disa pika. Ndërhyrja nga ajri mbetet alternativa kryesore, pasi drejtimi i flakëve indikuar nga era rrezikon të afrohet drejt fshatit Ngraçan. Një vatër e madhe zjarri është aktivizuar edhe në terrenin e bashkisë Libohov, midis fshatrave Su dhe Seleck. Gjatë gjithë natës në zonë kanë qenë forca zjarfikse dhe të policisë së shtetit. Terreni i thyer dhe bimësia e dendur kanë vështirësuar operacionin, ndërsa flakët kanë djegur sipërfaqe me shkure dhe bimësi. Mëngjesin e sotëm intensiteti i zjarrit ka qenë më i ulët dhe sipas autoriteteve nuk paraqet rrezik për zonat e banuara. Një person është arrestuar nga policia e Kavajës pasi dyshohet se ndezi zjarr në oborrin e banesës së tij në fshatin Lekaj. Sipas së përhapjes së flakëve u dogjën rreth 250 pemë ulliri dhe pemë të tjera frutore, ndërsa zjarri rrezikoi edhe banesat përreth.
Një zjarri i shkaktuar në fshatin Lekaj të Kavajës ka përfunduar me arrestimin e autorit të dyshuar pasi flakët u përhapën në sipërfaqet përreth duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në pemtari. Sipas policisë, zjarri u raportua në një sipërfaqe toke me pemë, ndërsa për shkak të përhapjes së shpejtë të flakëve u rrezikuan edhe banesat e zonës. Në vendngjarje ndërhyn menjëherë shërbimet e policisë dhe zjarrfikësit, të cilët arritën të vënë situatën nën kontroll. Nga veprimet hetimore dhe këshyrja e vendit të ngjarjes rezultoi se vatra e zjarrit kishte nisur në oborrin e banesës së shtetasit me iniciale NU, ndërsa një vatër tjetër në pjesën e pasme të banesës dyshohet se u përhap në tokat përreth. Si pasojë e flakëve u dogjën rreth 250 pemë ulliri dhe pemë të ndryshme frutore, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Pas dokumentimit të rastit, specialistët për hetimin e krimeve arrestuan në flagrancë shtetasin me iniciale NU, i cili akuzohet për veprën penale shkatrimi pronës me zjarr. Policia e Durrësit u ka bërë apel qytetarëve të mos ndesin zjarre për djegjen e mbetjeve bimore apo për qëllime të tjera, pasi përhapja e flakëve mund të rrezikojë jetën, pronën dhe mjedisin. Gjithashtu ftojnë qytetarët të denoncojnë çdo rast zjarrvënie në numrin 112 duke garantuar reagim të menjëhershëm dhe ruajtjen e anonimitetit. Pas ankesave të qytetarëve për gjendjen e rrugës së Gurit, Bashkia Kavaj ndërhyri për rikonstruktimin e një prej akseve më të rëndësishme të qytetit. Punimet u realizuan në kohë rekord vetëm 6 ditë, duke përfshirë një segment prej afro 2 kilometrash. Një ndërhyrje e realizuar në kohë rekord, vetëm 6 ditë punime intensive kanë mjaftuar që një prej akseve më të rëndësishme të Kavajës, rruga e Gurit, të marrë një pamje të re. Pas ankesave të vazhdueshme të qytetarëve për dëmtimet në këtë segment rrugor, Bashkia Kavaj vendosi ndërhyrjen për riparimin e tij. Pas përfundimit të procedurave, puna nisi me intensitet dhe rezultati ishte rikonstruktimi një aksi prej rreth 2 kilometrash. Gjatë punimeve një vëmendje e veçantë ju kushtua menaxhimit të trafikut. Policia bashkiake në bashkëpunim me strukturat e bashkisë dhe institucionet e tjera menaxhoi qarkullimin në një nga zonat më të frekuentuara të qytetit, duke krijuar mundësi që ndërhyrja të vijonte pa pengesa të mëdha. Një tjetër sfidë ishte ruajtja e cilësisë së punimeve dhe minimalizimi i shqetësimeve për banorët. Heqja e pllakave të Gurit dhe skarifikimi i asfaltit në bulevardin kryesor krijuan sasi të konsiderueshme pluhuri, por ndërhyrja u shoqërua me masa kontrolli, si përcaktimi i orareve të punës dhe lagja periodike e sipërfaqes për eliminimin e pluhurave. Faza përfundimtare ishte vizimi i rrugës, një proces i ndjekur nga afër edhe nga kryetari i Bashkisë Kavaj. Punimet përfunduan në orët e para të mëngjesit të së mërkurës dhe aksi u hap për qarkullimin e qytetarëve, turistëve dhe emigrantëve që rikthehen gjatë sezonit veror. Kryebashkiaku Fisnik Qosja ka ndjekur nga afër procesin, duke qenë i pranishëm deri rreth orës 4 të mëngjesit për të monitoruar përfundimin e punimeve. Ndërhyrja nuk ka kaluar pa debate. Në ditët e para një pjesë e qytetarëve shprehën skepticizëm duke treguar mungesën e besimit tek institucionet, gjë që e cila vihet e ridukshëm vitet e fundit. Gjithashtu vënë re dyshime se punimet në rrugët mund të ishin të lidhura vetëm me sezonin veror dhe do të zgjasnin me një kohë të papërcaktuar. Megjithatë, përfundimi i aksit dhe hapja e tij në një kohë rekord sollën një tjetër realitet për qytetin dhe besueshmërinë për punën e njësive administrative. Gjatë punimeve pati edhe vështirësi teknike. Për të mundësuar kalimin e mjeteve mbi asfaltin e saposhtruar, u vendosën shëritat kufizues trafikndarës, por në disa raste ato u hoqën përkohësisht nga disa mjete të cilat mund të dëmtonin asfaltin e saposhtruar, por policia bashkiake monitoroi situatën për të shmangur dëmtimin e sipërfaqes së re. Problematikat në këtë rrugë ishin evidentuar prej disa javësh, ku qytetarët kishin ngritur shqetësime për çarjet dhe dëmtimet e asfaltit në disa zona, por përpara shtrimit të shtresës së re, Bashkia Kavaj në bashkëpunim me ndërmarrjen e ujësjelljes kanalizimeve, ndërhyri për riparimin e problemeve me tubacionet, duke i hapur rrugë asfaltit përfundimtar. Një element i ri në këtë aks është edhe korsia e biçikletave. Edhe pse fillimisht u prit me skepticizëm nga disa qytetar, ajo synon disiplinimin e qarkullimit dhe krijimin e një hapësire më të sigurt për biçiklistët. Por funksionimi i saj kërkon edhe më shumë ndërgjegjësim qytetar për respektimin e kësaj fashe rrugore. Ndërsa segmenti nga xhamia në qendër të qytetit deri te shtëpia muze vijon gjithashtu me intensitet, duke kujtuar se ky është një nga investimet e parashikuara dhe një prej premtimeve elektorale të kryetarit të Bashkisë Kavaj, zotit Fisnik Qosja. Ndërkohë, Drita Televizion ka vijuar verifikimin e ndërhyrjeve të tjera infrastrukturore në Kavaj. Nga monitorimi rezulton se riparimet dhe punime po vijojnë edhe në lagje dhe akse të tjera rrugore me intensitet të lartë qarkullimi.
Një turist holandez dhe 2 fëmijët e tij të mitur janë shpëtuar pas një operacioni kërkim shpëtimi në kanionet e Gjipes në Dërmi. 3 personat kishin mbetur të bllokuar në një zonë të thepisur, ndërsa ndërhyrja zgjati rreth 4 orë në kushte të vështira terreni dhe errësire. Një operacion i vështirë kërkim shpëtimi ka përfunduar me sukses në kanionet e Gjipes, ku një turist holandez dhe 2 fëmijët e tij të mitur kishin mbetur të bllokuar në një zonë të rrezikshme. Pas marrjes së njoftimit për situatën, shërbimet e stacionit të policisë Dërmi në bashkëpunim me repartin special Delta Force nisën menjëherë ndërhyrjen për lokalizimin dhe shpëtimin e tyre. Operacioni zgjati rreth 4 orë dhe u zhvillua në kushte të vështira për shkak të terrenit të thepisur dhe errësirës. Ekipet e shpëtimit arritën të gjejnë turistin dhe 2 fëmijët e tij dhe t'i nxjerrin nga zona pa lëndime. Pas evakuimit, 3 personat morën ndihmën e parë mjekësore dhe rezultuan në gjendje të mirë shëndetësore. Turisti holandez falenderoi ekipet e ndërhyrjes për profesionalizmin dhe ndihmën e dhënë, duke u shprehur se zona ku kishin mbetur të bllokuar ishte veçanërisht e rrezikshme gjatë natës. Policia e shtetit apelon turistët dhe vizitorët që të tregojnë kujdes gjatë eksplorimit të zonave malore dhe natyrore, veçanërisht në terrene të vështira, ku rreziku i humbjes së orientimit apo bllokimit është më i lartë. 3 turistë gjerman janë shpëtuar pas një operacioni kërkim shpëtimi në zonën e malit të Çikës, ku kishin mbetur të izoluar në një terren të vështirë shkëmbor. Ndërhyrja nga ajri bëri të mundur lokalizimin dhe evakuimin e tyre pa pasoja për jetën. Një operacion kërkim shpëtimi është zhvilluar në zonën e malit të Çikës, ku 3 turistë gjerman kishin mbetur të bllokuar mes shkëmbimeve. Të rinjt kishin humbur orientimin dhe për shkak të terrenit të vështirë nuk mund të largoheshin nga zona ku ishin izoluar. Për këtë arsye ata kërkuan ndihmë përmes sinjalit SOS. Operacioni zgjati rreth 4 orë dhe u realizua në kushte të vështira me ndërhyrje në një helikopteri nga ajri. Pas lokalizimit, 3 turistët u nxorën nga zona e rrezikshme dhe u transportuan drejt qendrës shëndetësore të Palasës, ku morën ndihmën e parë mjekësore. Sipas autoriteteve, turistët janë në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa operacioni u finalizua me sukses pa pasoja për jetën e tyre. Një 40 vjeçar i shpallur në kërkim dhe i dënuar me 4 vite burg për kultivim të bimëve narkotike është arrestuar nga policia e Krujës. Operacioni u zhvillua pas informacioneve të siguruara në rrugë operative për vendodhjen e tij. Policia e Krujës ka finalizuar operacionin e koduar Shtegu, duke vënë pranga një person të shpallur në kërkim për kultivim të bimëve narkotike. Në pranga ka rënë shtetasi me iniciale AB 40 vjeç, banues në Tiranë, i cili ishte shpallur në kërkim pasi ndaj tij ishte dhënë një vendim dënimi me 4 vite burgim. Sipas policisë, 40 vjeçari ishte dënuar në vitin 2021 për veprën penale kultivimi bimëve narkotike. Pas administrimit të informacioneve operative për vendodhjen e tij, shërbimet e Komisariatit të Policisë Kruj kanë bërë lokalizimin dhe arrestimin e tij. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.